Sot Quiz me Pesyje më ka sjellë në zonën e Lundrës në Tiranë. Dhe kur themi Lundër në Tiranë, menjëherë mendja të shkon tek Nari Lundër, restoranti i famshëm i cili ka një kulinari që prej 30 vitesh. Por cila është historia e Nari Lundër? Në fakt, e gjitha kjo zonë është e njohur për vreshtat dhe për sasinë e ullinjve të cilët pikërisht nga familja Tufa janë shtuar vit pas viti. Dhe në fakt nuk ka lindur si restorant, por si një vend ku degustoheshin pijet, rakia, vera e mrekullueshme që mezi po pres ta provoj, dhe më pas vendosën që të krijonin këtë restorant. U bë i famshëm se është ndër të parët në konceptin agroturizëm në Shqipëri. Ka 2 salla të mëdha që nxën nga 800 deri 1000 vet, imagjinoni çfarë festash mund të bëjnë këtu. Dhe mbi të gjitha, ushqimi i cili është në bazë tradicionale. Dhe po ta vini re, edhe arkitektura e Nari Lundër, e këtij restoranti fantastik që do ta studiojmë pak edhe më mirë, lidh tradicionalen me arkitekturën moderne. Mua po më pret Lola, e zonja shtëpisë, po shkoj me njëherë të takoj. Lola! Mirë se erdhët. Mirë se të gjej, po sa bukur keni bërë. Faleminderit. Po shoh që keni zgjeruar. Po jemi zgjeruar, tashmë nuk kemi vetëm restorantin Nari Lundra, po që prej 5 viteve jemi dhe bujtim Nari Lundra. Sa dhoma keni? Kemi rreth 11 dhoma. Fantastike. Kuzhina vazhdon ajo e famshmja? Po, vazhdon tradita. Famshme, biles tani kemi bërë dhe një kuzhinë tjetër në katin e dytë që na janë shtuar 2 kuzhina. Po e përballoni? Po. Se këtu njerëzit vinë? Kemi marrë masat, prandaj kërkesa e shumtë e klientëve ishte që neve na bëri të hapim dhe një kuzhinë tjetër. Sa mirë. Ku do të shkojmë tani? Tani do shkojmë në katin e dytë te shef Arditi. Arditi ka emrin shefi kuzhinës? Po. Mezi po pres ta takoj atë. Edhe më koincidenca është se shef Arditi e ka marrë pikërisht emrin nga ti, sepse gjyshi vet ishte me ansamblin e të festivalit. Tiranës. Po, dhe ka qenë në festivalin Gjirokastër dhe pikërisht aty të ka parë ty dhe ka menduar t'ja vej emrin nipit Ardit. Sa bukur. Mirë se Po më erdha. emocionon. Shëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjejmë. Kjo është salla e re. Po, kjo është salla e re, cila na shërben prej 2 viteve. Sa vetë nxe kjo sallë? Po, kjo kapaciteti i saj është rreth 200 persona. 200 këtu. Po. Po të tjerat që bëjnë 800 dhe 1000? Kemi sallën poshtë, kemi lulishtet, balkone, gjithë territori ka kapacitetin prej 1000 personash. Shkojmë tek Arditi. Po, shkojmë te shefi kuzhinës. Përshëndetje. Përshëndetje. Prezante me shef Arditin. Ti Arditi? Arditi. Si e? Mirë se Mirë. keni Hajde se po vi brenda se aroma nuk më lë. Mirë se të vini. Të gatuaj unë? Patjetër, pse jo ta Bëj shaka, bëj shaka. Ardit, shkojmë shohim pak se çfarë ke përgatitur dhe pastaj flasim bashkë. Byreqe, okej, nuk po i prek. Në gjëra tradicionale që i bëjmë në fermën tonë. Ju keni fermën tuaj? Po, fermën tonë. Dhe të gjitha produktet janë tuaja? Kryesisht janë produktet tona. Kemi fermën, kemi dhe baxhon që prodhojmë djathtin, kemi fermën që ka kapacitetin rreth 200 krerë dhi. Po, edhe mishin? Janë, po, Po ti ku e mësove zanatin? Unë fillimet e mia i kam pasur këtu, që i vogël. Vërtet, sa vjeç ka ardhur? Që 15 vjeç, Sa vjeç je sa? 25. Pra ke 10 vite këtu. 10 E pas keni rritur Arditin. rritur. Sa për emrin, ma tha Lola historinë. Pas kam takuar gjyshin tënd në festivalin, Në festivalin Gjirokastrës. po sa vite ka? Kam mbi 25 vite. Gjyshi ka qenë një adhurues i madh i juaj, edhe ka vendosur që emrin një vitin do t'ja vendos Ardit. Edhe kam dhe një foto, qofse mund të t'ja tregoj, Foton time, tënde me gjyshin tim, qa thua? po, Patjetër. ka qenë Sa bukur. Po pas ka shumë vite se pas kam qenë po thuaj se sa ty. Po mirë. Sa burr, do kaloj, si me thënë, trashëgimia e fotove nga gjyshi tek nipi, tek Arditi. Fantastike. Po sot çfarë do ham? si fillim, kemi menduar për pjatë parë antipasën e shtëpisë. Mirë, ti shikoj, ma lër surprizë. Çfarë do më shërbesh ti vetë në tavolinë? Pjata që ti thua me këtë pjatë ti do lëpish gishtrinë. Unë do shërbej risotto me mëqi keci, të cilat janë nga kecat e fermës tonë. Ndërkohë pjata jote e fortë këtu, cila është?
që njerëzit vinë dhe thonë Arditi këtë e qanë. Pula me jufra, që është kryesisht kryeza tona. Iki Lola, se bezi po pres. Ardit, faleminderit. Shoh që pas ke të gjitha produktet atje, bio, Janë fantastike, janë të gjitha të të gjitha fermës. të fermës tonë. Ku ka më mirë. Faleminderit. Do shemi në tavolinë. Okej, po shkoj të pres konkurrent. Përshëndetje. Tani Lola, unë po shkoj të pres konkurentin, di që Juli ka marrë masat, shefi që do të na shërbej sot i kamarierëve, dhe ne do të qemë në fund, shpresoj. Patjetër. Faleminderit. Kënaqësi. Tani jam i shtëpisë. Je gjithmonë i mirë pritur. Faleminderit. Kjo është tavolina, jo se do shërbej, do ulem atje se do ha. Për të shërbyer do na shërbej Juli, i cili do të na sjelli, në fakt po na e sjell Olgin sepse janë këtu. Mirë se të gjeta. Mirë se erdhe. Si e? Mirë. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Gati për sa? Gati. Urdhroni. Juli, urdhro unë. Bëj shaka. Okej, faleminderit. Atëre ujnë me gaz apo pa gaz? Pa gas? Patjetër. Më trego pak për veten, di që studion në Francë. Pa, unë jam Aurel Gjoni, jam 21 vjeç, studioj në Emri si e ke tamam se po. Orelg. Orelg. Nga vjen ky emër? Nga italishtja Oroqi thon Flori. Studioj në Francë për inxhinieri kompjuterike. Po. Faleminderit. Jam në vitin e fundit. Pjesa më të madhe të kohës e kaloj në Tiranë kur kam pushime patjetër, por edhe kur s'kam. Jemi ke shtëpisë, filloj me konkurrentin. Patjetër gjithmonë me konkurrentin. Sepse do t'i vi turp, do marrim më pak, edhe kështu që pjesa më e madhe do më mbetet mua. Orel, ti si je me ushqimin? Duket, ë? Pas kemi konkurrencë sot. Po, Verë Do të mundohem parë investuar. apo verë të kuqe? verë të kuqe? Të kuqa. Marrim të kuqe. Po. Për ju. Po verën e sot, shtëpi. Patjetër, për ju kemi zgjedhur një varietet merlot, i cili është verë e kantinës familjes Tufa. Është një varietet autokton. Faleminderit. Do provosh verën e vendit, që është nga ato verërat, si thonë shqiptarët, pa hile. Faleminderit. Meqense jemi largë, bëjmë kështu, gëzuar. Gëzuar. Perfekta. Atëre, këtu kemi 3 menu. Po, Do të parën, të dytën apo të tretën? dytën. Të dytën. Mesi i art, mesi oro, si që është dhe emri yt. Tani, në qoftë se jemi gati për të filluar me raundin e parë, unë filloj me njërë nga pyetjet. Por, ndërpritet një moment, sepse vjen prioriteti. Patjetër. Jul na shpjego pak çfarë. Atëherë, kjo është pjata e shtëpisë. Këto janë gjëra që çdo klient vjen i provon dhe i shijon në restorantin Dhe tonë. merr dhe me vetë. Normal. Ndërto kemi djathin e shtëpisë, kemi byreçkat që i bëjmë vetë, kemi ajkën e shtëpisë, ullinjt dhe turshin që është shumë, por shumë e famshme këtu. Mund t'ju shërbej? Mezi po pres. Byreku shoh që është me spinaq. Kemi spinaq, me qep domate dhe me gjizë. Nga një gjysmë cope. Faleminderit. Filloj me djathin e shtëpisë, bëjmë vetë djathin këtu aty. Olgi, sa të bëj procedurën Juli, fillojmë ne me raundin e parë? Po, patjetër. Raundi i parë. Të bëj mirë. Juli ka bërë adetin dhe ne bëjmë adetin. Së të durohet, Ma bëf të mirë. Që kam një konkurrent të fort. Ka ardhur për kujt apo për të ngrënë? Të dyja. Filloj me pyetjen e parë. Pyetja e parë vlen 50 euro. Kur thuhet se ka filluar konsumimi i mishit si ushqim nga njeriu? Sa vite më parë? 1000 vjet më parë ndoshta? 2.5 milion vite më parë. Sa ton mish janë përdorur për barbecue më të madhe në botë? Mendoj 5 ton. 10 ton. 10 ton dhe mban rekordin Guinness në Uruguay ka ndodhur kjo. Ke humbur 80 euro. E nisëm barë me humbje. Mishi është burimi kryesor i cilës vitamin? B12.
Sakt. Si quhet një gatim Tiranës? Me mish ose të brëndshme viçi, domate, qep, speca dhe djath ose gjiz. Fërgesa. Fërgesa tiranëse. Cili është mishi më i shtrenjtë në botë? Mishi lopës meksikane? Jo. Është mishi Kobe i viçit japonez dhe qitet me një çmim 400 euro për kilogram. Vjojmë. Si quhet një tavë e famshme që bëhet me mish qingji dhe bulmet? Tavkost. Sakt. Më thuaj një gatim shqiptar që bëhet me mish të grirë. Ne në Korça i themi kërnacka, po qofte. Qofte kërnacka, pse jo. Yndyra e brëndshme, cilës kafshë përdoret si bazë për prodhimin e kozmetikës dhe për trajtimin e plagëve? E gomaricës. Ku e gjetë? Po qumshti i gomaricës përdoret për produkte ndryshme kozmetike. Në fakt, flasim për yndyrën e brëndshme të lepurit. Mishi i cilës kafshë ndalohet të konsumohet në Mbretërinë e Bashkuar? Mishi kalit. Sakt. Cila është kafsha që transportonte kripën në Tibet? Tibet. Nuk e di. Dhia. Si të qoftë, 80 euro ke fituar në raundin e parë. Mirë, mashallah. Mashallah, shijojmë tani këto që na kanë sjellë. Atëherë, kjo salca e kosi. E përkryer. Sa e mirë. Që nga me turshi dhe vjen pak pikante. Ta provojmë pak byrekun. Duket ky shkrim i gjithi. Perfekta. Raundi 2. Pas një ushqimi fantastik, që ishte vetëm fillimi, fillojmë raundin e dytë. Cili është kryeqyteti i Portugalisë? Lisbona. Sakt. Sa frymarrje në ditë bën njeriu? Fala, ta bëj një kalkulim në telefon të lutem? Si do ta bësh, për shembull? Do llogaris 20 frymarrje në minutë, për afërsisht 16 deri në 20 frymarrje në minutë, ta llogaris për 24 orë. A mund ma sjellësh pak telefonin të lutem? Patjetër. Se ne këtu i sekuestrojmë të gjitha. Tër 16 frymarrje në minutë, shumëzim për 60 minuta, shumëzim për 24 orë që ka dita, diku te 23 deri në 24.000 frymarrje në ditë. Është rreth 20.000. Cili ishte djali i adoptuar i perandorit August? Jul Cezari. Na erdhi dhe djali i perandorit arditit të kuzhinës. Edhe perandori këtu që për shërben Kjo është sallata? Kjo është sallata e shtëpisë ose sallata nari. Kurse pjata tjetër që po shërbej është tava e dhejut, një tavë tradicionalse tiranase, që është shumë e preferuar në restorantin tonë. Fantastike, dhe ne me zi presim ta shërbesh. Pa tjetër. Faleminderit. Faleminderit. Vazhdojmë me pyetje tjetër. Këtë me siguri e di dhe Juli. Sa centimetra ka 1 metër? 100 cm? 100 centimetra. Sakt. Në cilin vit u ribashkuan dy Gjermanit? Në vitin 1990. Sakt. Cili është ai insekt që mund të jetojë disa ditë pa kokë? Pa kokë? Po. Milingona? Nuk e di. Ti Juli e di? Jo. Jo. Nuk e di se normale se... Jam pyetje të vështira. Ne kaq të kujdesshëm sa nuk lejoni asnjë buburrec këtu. Buburreci. Buburreci. Po, Ju bëft. Nuk e di. faleminderit. Lutem. Si është emri i dytë i Michael Jackson? Nuk e di. Josef. Çfarë gjuhë flitet në Brazil? Brazilisht, që është portugalishtja. Brazilisht më pëlqeu, portugalisht sakt. Cila është kafsha në logon e Ferrarit? Kali. Sakt. Ku ndodhet kocka më e vogël e trupit të njeriut? Te gishti vogël i këmbës? O Jul, Urdo. kocka më e vogël në trupin e njeriut, ku ndodhet? E di ti? Pyetje vështirë. Tek syri. Te syri. Shikoni kocka në syrin tim? Rreth grotull po?
Tek veshi dhe po të shkoja veshët. Tek veshi, tek E humba dhe unë. E humbe dhe ti të shumbe, mo ti ke 180 euro deri tani. Okej. Gëzuar. Dhe na bëf të mirë. Faleminderit. Kjo sallata është nga Bacia. Si m'djetë që është e freskët? Kam përshtypjen që në Francë duhet të marri malli për këto shije. Më mungojnë. Mish, salata. Perfekta. Raundi 3. Tani fillon raundi 3, do ta kesh pak më të lehtë se i keme 4 alternativa përgjigje. Dhe do të zgjedhësh një prej tyre. Tani do të kthehemi pas në vitin 2020. Ditë më thuar se cila ishte ngjarja më e rëndësishme botërore e ndodhur në atë vit? Pasojat e COVID-19, pandemia. Pandemia, e vërtet. Prandaj dhe reagova në atë mënyrë sepse më kujtuan ato kohë dhe nuk është janë aq të këndshme. Virusi SARS-CoV-2, që shkakton COVID-19, u identifikua për herë të parë në qytetin Wuhan të Kinës në dhjetor 2019. Në 30 janar 2020, bota ndaloi si jetuari qytetet heshtën. Organizata Botërore e Shëndetësisë, përndryshe OBSH-ja, njoftoi për rastet e para në janar të vitit 2020 dhe shpalli COVID-19 si emergjencë shëndetësore ndërkombëtare. Në fund të vitit 2020, u raportuan mbi 80 milion raste të konfirmuara dhe sot numërohen mbi 7.1 milion vdekje në mbar botën. Si mendon? Në bazë të numrit të popullsisë, cili shtet ka patur numrin më të madh të humbjeve njerëzore për 1 milion banor nga ky virus? Meksika, Kina, India apo Peru? Mendoj për alternativën C, India. Indi. Në fakt është Peru. 6.595 vetë në 1 milion banor kanë vdekur në Peru. Ka dhe numrin më të lartë, shumë e dhimbshme. Shumë njerëz humbën të afërmit e tyre dhe pengu më i madh që do t'i shoqëronte më pas gjatë gjithë jetës, do t'ishte mosmarrja pjesë në dërgesën e tyre drejt banesës së fundit. Flasim për gjëra të mira. Të prezantojmë Arditin. Arditi Shadashi dhe njëkohësisht shefi i kuzhinës. Ose shefi i kuzhinës dhe njëkohësisht Shadashi. Të prezantoj pjatën. Kjo frizoda e shtëpisë me mëlçi keqe dhe bajame. Ka shije potente dhe delikate në të njëjtën kohë. Mendoj se do ta pëlqeni. Ju bëft mirë. Faleminderit, po prit mos u largo. Ta provojmë mirë dhe t'japim përshtypjet me një Japim feedback. Po. Patjetër. Shumë e mirë. Super. Sa shimi. Wow. Nuk mund t'jetë ndryshe, ka emrin Ardit. Faleminderit. Meqense ishim tek pandemia, Ben Jackson, një fermer australian, nuk mori dot pjesë në funeralin e tezës së tij që e donte shumë. Kështu që kur i filloi jeta dhe kur tezja e tij mund të shihte gjithçka nga lart, çfarë bëri ai? Ndërtoi një parcel me lulkuqe në formë kitare, që ishte instrumenti që luante tezja, mbolli pemë qershi duke formuar emrin e saj Maggie, krijoi një zemër duke vendosur delet në këtë formë, apo leu lopët në ngjyrë të kuqe duke shkruar sorry. Bolli pemë qershi duke formuar emrin e saj Maggie. Shikojmë bashkë përgjigjen. Me delet. Ai formoi një zemër me delet e tij për të treguar dashurinë ndaj tezës së ndjerë. Jackson lëshoi grur në formë zemre në njërin prej arave të tij dhe lëshoi kopen më pas. Mira delet nxituar për të ngrënë duke formuar një zemër të madhe. Dhe Ben Jackson tha: "Unë ndjeva i dëshpëruar dhe nuk dija çfarë të bëja. Kështu vendosa të bëj një zemër gjigande në tokë, e cila në të gjitha kuptimet nuk krahasohet me zemrën e saj." Sa e bukur. Shohim një foto. Kjo zonjë quhet Valentina Vasiljev. E nje? Jo. Është një ruse që jetoi në shekullin e 18. Është mjaft e njohur edhe sot në botë si nëna më pjellore të gjitha kohrave.
Pasi rekordi i saj është ende i pamposhtur. Valentina Vasiljev është nëna e sa fëmijëve? 39, 49, 59 apo 69? Pas ka qenë heroin, Valentina. Si mendon? 49? Ajo ka lindur plot 69 fëmijë. Ja. Po. Ajo ka kaluar në 27 lindje. 16 prej tyre rezultuan binjak. 7 lindje në 3 njak dhe 4 lindje në 4 njak. Tani do të çojmë disa pamje të mrekullueshme që do të na çojnë në Hawaii. Hawaii një ndryshe si vendi që ka sa bukur që është. Më shumë vulkane në botë, më shumë ylbere në botë, më shumë tërmete në botë, apo më shumë rrufe në botë? Si mendon? Duke ditur që Hawaii ka një klim tropikale, mendoj midis alternativës B dhe D. Më shumë ylbere në botë dhe rrufe në botë, për shkak se dhe shirat janë më të dendur. Gjia përfundimtare është B, më shumë ylbere në botë. Sakt. Ja ku janë. Dhe me qenë se jemi akoma në Hawaii, t'ja ditë më thuar sa gërma ka alfabeti hawaian. 13, 23, 33 apo 43? 33. Jo, ka 13 shkronja, nga cilat 5 zanoren, A, E, I, O dhe Y, dhe ka 8 bashkëtingëllore. H, K, L, L e kanë ato, Mu, M, N, P, W dhe aja apostrofi atje është Okino, quhet. Është një ndales, Interesant. e cila shpreh tingull dhe përfaqësohet nga një apostrof, por konsiderohet bashkëtingëllore. Interesante. Kalojmë tek një video tjetër. Po? E shikon, është Trafik. një trafik në Kinë dhe kjo është një ditë normale. Ata që jetojnë atje janë mësuar tashmë dhe i marrin masat që të dalin në kohë për të mbritur në destinacione. Po si e zgjidhin autoritetet në Kinë bllokimin e papritur të trafikut në disa qytete të mëdha? A. U kërkojnë shoferëve që të ndjekin në rrugët alternative të detyruara, vendosin dron që të monitorojnë dhe menaxhojnë trafikun, vendosin pamje të ngarkesës në leduole anash rrugës 5 kilometra që më përpara, apo hapin një korsi të re për 5 minuta. E fundit është interesante, po është e paralizueshme, mendoj. Vetëm tek alternativa A u kërkojnë shoferëve të ndjekin rrugët alternative detyruara. Dhe po t'i thuash një kinezi që kjo është e pamundur, e bën të mundur. Shikoje. Ja. Në disa qytete kineze, kur trafiku bëhet i rënd, në Hapin autostrada korsin. korsit e kthyeshme, përdoren se një strategji për menaxhimin e trafikut. Këto korsi mund të ndryshojnë Kineze. drejtimin bazuar në rrjetin e trafikut. Shiko. Kineze. Mbaroi dhe raundi i tretë. Ti nuk pas ke ngrënë fare. Kështu që të Ah, të pa. mirë. Sa euro ke bërë? Apo nuk i ke numëruar? 240 euro. Mirë. Mirë jemi. Kemi dhe 2 raunde të tjera. Hajde na bëft mirë. Filloj me raundin e 4-të, me pjatën e 4-të. Po ti edhe prezantues më burr. Tani në raundin e 4-të kemi pulën me jufka. Pulën e fermës tonë me jufkat artizanale që anvisat tona i përgatisim me shumë dashuri Që dhe u unë lumshin duart ju lum. i shërbej juve me kënaqësi më të madhe. Faleminderit. Dhe sa mirë se na keni vënë edhe peceta të reja, të pastra, lëre. Ha, ke qenë ndonjëherë në Barcelonë? Jo, Asnjëherë. dëshira është e madhe. Dëshira është, po ti ke qenë në Barcelonë. Atëherë do të shkojmë nëpërmjet kësaj video gjithashtu dhe pikërisht në një vepër arti si kjo. Shihet pak, është mrekullie. Dhe ditë më thuar se si quhet? Sagrada Familia. Sagrada Familia, sakt. Ardit, Urdhro. me çfarë mund të shërbej, Pasi duke të qenë se ti je mbaroj. mik i shtëpisë, Mos e vrit mendjen. Pasi të mbaroj Olgi, ti më vë mua tavën përpara. patjetër. Olgi ti do më shumë akoma. Jo. E zgjidhem. Bëj shaka. A çfarë të duash ti? Patjetër. Një nga kryeveprat më të famshme në planet, Bazilika e Sagrada Familias,
është një nga objektet arkitekturore më ikonike dhe enigmatike në historinë moderne. E konsideruar si vepra më e madhe e Antoni Gaudit, kjo bazilik, faleminderit, po pse kaq pa? Edhe pak. Patjetër. Atëherë kjo bazilik tërheq miliona vizitorë çdo vit. Nga jeti? Unë nga Tirana. Okej, unë jam nga Gjirokastër. Mos e turpëro Tiranën. Dhe kjo bazilik vazhdon të ndërtohet edhe sot. Një, ta shohim dhe të marrë pjesë edhe Juli në përgjigje. Tani e ke neru veten dhe nari i lundër. Patjetër. Ditë më thuash sa vjet ka që ndërtohet ky monument arkitekturor. 143 vjet, 153 vjet, 163 vjet, apo 173 vjet? 173 vjet? Duke qenë se kam qenë i mirë në histori, mendoj që 143 vjet. Vazhdo punën se na merr lekët. Ju bëft mirë. Faleminderit, po gjete. Ndërtimi Sagrada Familia filloi në vitin 1882 dhe pavarësisht vdekjes së Gaudit në vitin 1926 puna vazhdoi. Puna ndër vite është ndërprerë për shkak të luftës civile në Spanjë dhe pandemisë. Gjithsesi, bazilika pritet të përfundojë në vitin 2026 edhe pak, duke shënuar 143 vjet ndërtimi dhe duke përkuar me 100 vjetorin e vdekjes së Gaudit. Janë ku janë punimet, ndërkohë që po bëjnë dhe vazhdojmë. Gaudi deklaroi se lartësia maksimale e Sagrada Familias, konkretisht kullës që i kushtohet Jezu Krishtit, ja të shohim po e gjetë edhe këtë. Dëgjoj pak edhe ti, Juli. Patjetër. Pra, Gaudi deklaroi që lartësia maksimale e Sagrada Familias, konkretisht kullës që i kushtohet Jezu Krishtit, nuk duhet të kalojë 172.5 metra, sepse asnjë vepër njerëzore nuk mund ta tejkalojë atë të Zotit, ishte lartësia e malit që ngjiti Jezu Krishti, a që ishte largësia e shtëpisë së tij nga bazilika, apo kaq të larta ishin dallgët që përmbytën qytetrimin. Ti si thua? Ishte lartësia e malit që ngjiti Jezu Krishti? Mendoj që asnjë vepër njerëzore nuk mund ta tejkaloj atë të Zotit. Do t'i ndroni vendit? Pse jo? Kodra Montjuïc në Barcelonë arrin në 173 metra dhe Gaudi donte që vepra e tij të mos ishte më e lartë se kaq, duke simbolizuar respektin e tij për krijimin hyjnor. Bukur. Tani do shohim një video. Kurioziteti për detin dhe gjallësat e tij fatkeqësisht kthehen në një moment dramatik. Ky është momenti kur një peshkaqen i madh i bardh arrin të shem kafazin mbrojtës gjatë zhytjes në Guadeloupe. Brenda kafazit ndodhet një zhytës. Çfarë ndodhi me zhytësin pasi peshkaqeni depërtoi në kafaz? Nuk u gjet më. Zhytësi u gjet copa brenda peshkaqenit pasi e vran, doli nga kafazi pa dëmtuar fare, apo u shpëtua nga 3 delfin, por doli me një këmbë. U gjet copa brenda peshkaqenit pasi e vran? Ua, sa makabër që je. Peshkaqeni ishte ndjekur një karem, në fakt një mish të varur për ta tërhequr atë. Në përpjekje për ta kapur, ai përplaset në kafaz dhe hyn brenda. Tani shikoj çfarë ndodh. Shikoj çfarë shqetësim. Doli. Zhytësi doli. Doli pa dëmtuar, pasi u fshen në vrimën që krijoi peshkaqeni në kafaz. U dëshpërove për lekët, po gëzohu për njeriu që shpëtoi? Patjetër. Okej. Tani me muzikën si ke punën? Çka? Mirë. Po, flasim për gjëra të famshme. Jo vetëm këngëtarët, por edhe grupet kanë lënë gjurmë në muzikën botërore dhe sigurisht ka breza që lidhin jetën e tyre me ta. Do të shohim 4 prej tyre dhe nëse i njeh fiton para. Grupi i parë. O, si hajt mishi pulës dhe ju kam dhe këtë muzikë. Kush janë? Backstreet Boys. Sakt. Vjoj me grupin e dytë.
Kush është? One Direction. One Direction, sakt. Grupi tjetër. Aha. Beyoncé. Po cili është grupi? Destiny's Child. Sakt. E fundit. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna say. If you wanna be my lover, you gotta get with my Spice Girls. make it last Sakt. forever. Fitova. Shit never, Ke fituar 80 euro. if you wanna Ishin nga 20 secila. you have got Super. Prit, Ka pyetje akoma? sigurisht. Nuk do. Jo, vazhdo. Nuk është e lehtë që të jesh pjesë e një grupi, sepse në shumicën e rasteve ata ndahen dhe secili prej tyre përpiqet që të krijojë rrugën e tij. Por është një prej 4 këtyre grupeve që ende i reziston kohës, duke kthyer gjithnjë me koncerte, ku vendi mbushet përsëri plot si dikur. Cili është ky grup? Backstreet Boys, One Direction, Destiny's Child apo Spice Girls? Spice Girls. Shi e përgjigje. Në sferën e Las Vegas, udhëtimi muzikor prej gati 2 orësh erdhin me një temë futuriste në janie kozmike dhe është pikërisht grupi Backstreet Boys, që risolli përsëri hitet e tyre duke kthyer sallën në një magji të vërtetë. Sa bukur që është. Bo, sa bukur. Papa. Kemi kënduar në kora të tjera. Okej. Na bëf të mirë. Ti deri tani ke 370 euro. Shijojmë dhe këtë pjatën dhe bëhemi gati për raundin e 5. Fillojmë raundin e 5 me 370 euro. Në raundin e fundit do të përqendrohemi tek disa nga atentatet më të bujshme në histori të figurave më të rëndësishme botërore. Do ta fillojmë me një foto. E nje? Presidenti Amerikan John Kennedy. Sakt. Presidenti 35 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte personi më i ri zgjedhur si president në moshën 43 vjeçare. Në datën 22 nëntor 1963, gjatë një vizite në Dallas, në limuzinë së bashku me bashkëshorten e tij Jackie Kennedy, presidenti amerikan vritet pas një atentati. Ja shikoje. Një nga më të studiuarit në historinë botërore. Ja, ky është momenti, shiko sa i dhimbshëm. Opa. Por a ditë më thuash se cili ishte motivi i vrasjes? Mafia italo-amerikane me boss Sam Giancana, cilat sepse dështoi misionin për pushtuesin e Kubës, apo sepse donte të jepte fund luftës botërore me Bashkimin Sovjetik, apo nuk u zbulua kurrë. Mendoj mafia italo-amerikane me boss Sam Giancana? Jo, nuk u zbulua kurrë. Kennedy shërbeu në kulmin e luftës së ftohtë në fakt dhe pjesa më të madhe e politikës së tij jashtme kishte të bënte me marrëdhënien me Bashkimin Sovjetik edhe me Kubën. Në politikën e brendshme ishte, si më thënë, gjithmonë në luftë kundër mafjes, por motivi i vrasjes nuk u zbulua dot kurrë. Këto janë gjëra hipotetike. Ti e di emrin e atentatorit? Ja. Nuk e di. Shikoj një herë këtë foton. E nje? Ja. Atëherë shikoj. Unë do t'jap 2 emra si alternativa nëse ti bën dënimi, se vlen 100 euro. Por nëse ti bën dënimi, shkojmë në 50 euro, unë t'i jap 2 emra dhe do të ndihmojnë nëse do ta bësh dënimin mirë. Patjetër. Je E gati? pranoj me kënaqësi. Okej. Cila është hera e fundit që ke gatuar? Para 2 vitesh. Pra 2 vitesh. Ditë bësh byrek? Ja. Ditë hapësh pet? Jo. Do mundohesh pak? Okej. Për 50 euro ja vlen me hapi pet? Po, patjetër. Okej. Ikim? Ikim. Forcë. Mirë se të gjejmë. Zonja po të pret, urdhëro. Atëherë, unë ta kam lehtësuar pak sa punë. Pse? Pse? Me punë se kam bërë unë pak. Atëherë, përpara se që nuk i shpëtojmë dot.
O, sa të shkon. Të të ndimoj? S'ka gjë. Në sa, përpara se ka lidhur kjo, kjo është hera e parë, në jetë, jam i sigur. Është okej? Fantastike. Ja të video unë andej. Rrezat janë të vogla, më duken mua, po. Jo, bëjnë. Jemi gati. Zjedhja është e jotja. Këdo. Këdo. Të hollin? Mendon që e përdorë në kollaj. Okej. Mund të vazhdoj? Po. Marrim grumin e vogël. Dhe mund të Si mbahet? Si përdoret? Si që ke duar. Thjesht rëndon mbi brum. Okej. Bravo, këthej nga nga Edhe tjetër. një herë. Ta kthej nga ana tjetër? Këthej këshu, fat. Nuk e parë në njerë, më. Jo. Unë nuk kam hapur as njerë, por si lups jam, i kam dhejtur në Mjafton. kokë dhe Është okej. procedura që të mbaron dhe sa më shpejt. Atëherë, kjo është një diçka që ne nuk e bëjmë byrekun me një pet, Po? por e bëjmë me 6. Peta të vogla dhe hapim një të madhe. Peta shtrëson. Tani kjo që të hapur kaq, apo duhet hapi dhe pak më shumë? Hapet edhe pak më të shumë në momentin që bashkohen të gjitha bashkë. Duhet të bashkohen gjitha bashkë. Dënimi 50 euro. Ashtu. Kthej edhe një herë. Kujdes tani. Ashtu. Tani më duket se i ka hapur të më. Aq mjafton. Aq mjafton. Mjafton kaq? Mjafton Okej. aq edhe të hapim një tjetër. Edhe një tjetër dhe e quajmë dënimin të bërë. Okej, super atë. Biles nuk do t'ja fare dy alternativa, do t'ja vetëm një atë të Ah, vërtetën dhe ti tani mjafton po. dënimi dhe ke bërë 50 euro. Të filloj edhe një herë. Jemi në rregull. Jemi në rregull. Shumë faleminderit. Të lutem, po të them emrin. Po. Quhet Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald. Eksakt. Shkojmë në tavolinë? Po. Urdhëro? Ja Do të ta qetë. marrim me vetë në fund. Okej. Në vend të eurove që do fitosh, po marrim këtë. Jo, ashtu. Urdhëro. Okej, urdhëroni. Dëgjova që ja dole me sukses. Po, ç'a të bëj? E qau byrekun. Ndërkohë fitoj edhe 50 euro. Është lajmi mi gëzushëm. Kjo është me mirë. Tani, për ëmbëlsirën do vi vetë Zoja Sonila, t'ja shërbej dhe t'ja prezentoj. Mezi e pres. Patjetër. Faleminderit, zonja Sonila është ajo që të ndihmoj për byrekun. Ne vazhdojmë me quizin. Po. Mendjen andej, ke syt më shikon. Dhe thash pse po shikon andej. Faleminderit. Kjo është një ëmbëlsirë për sot. Faleminderit. Një ëmbëlsirë tradicionale e restorantit. Hasude. E shoqëruar me rushin, rush të bardhë të zi që është, po ashtu edhe pjesë e vreshtave tona. Shpresoj të ju pëlqej. Jam i sigurt që do na pëlqejë. Ju bëf mirë. Faleminderit. Rosh, faleminderit. Dhe duke na bëftë të mirë, vazhdojmë me pyetjen. Po. Lee Harvey Oswald u kap dhe vdiq pas 2 ditësh në komisariatin e policisë. Ky ishte atentatori i John Kennedy. Tani pyetja është si vdiq ky atentatori? E helmuan, e rahan për vdekje, i bën atentat në korridoret e komisariatit, apo u vetvra me pistoletën e një oficeri? Mendoj se është u vetvra me pistoletën e një oficeri? Ja. Jack Lon Ruby, pronari një lokali në Dallas, mundi të hyjë me përfaqësuesit e medias, të cilët krijuan konfuzion në komisariatin e policisë dhe teksa Lee Oswald transferohej në korridoret e tij, Jack, që po e shohim në ekran, e qëllon për vdekje. Pra atentat në korridoret e komisariatit. Vazhdojmë. Do të vazhdojmë me një foto tjetër të shohim nëse e njeh. Vllai John Kennedy, Robert Kennedy. Është e saktë. Robert Francis Kennedy. Është vllai i presidentit John Kennedy, ish prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe më pas senatori i New Yorkut. Robert Kennedy, sa e mirë që është, mëse nuk po flas dhe dot, e më dhulueshme pas ka qarë. Vazhdojmë. Robert Kennedy u shndrua në një figurë shprehëse për shumë amerikanë gjatë razirave sociale të viteve 60. Rreth orës 12:15 pas mesnate,
në 5 qershor 1968, ai mbajti një fjalim fitore në Hotel Ambasador në Los Angeles. Menjëherë pasi mbaroi fjalimin, ndodhi dhe atentati. Kennedy u qellua me një armë të tipit pistolet kalibër 22 dhe mund të më thuash ku ndodhi atentati ndaj tij. Në hollin kryesor të hotelit, në korridorin e kuzhinës pas fjalimit elektoral, në tualetin e hotelit apo në dhomën e tij të hotelit. Në korridorin e kuzhinës pas fjalimit elektoral? Sakt. Pas fjalimin, për të shmangur turmën, Robert Kennedy u drejtua për në kuzhinën e hotelit. Te korridori shërbimi, që ai do pritej që të kalonte, aty Sirhan, një palestinez jordanian, 24 vjeçar, i afrohet senatorit dhe një distancë shumë e afërt e qëllon në kokë dhe në shpatull, ndërsa 5 persona të tjerë u plagosën. Vijojmë, kur u hetua Sirhan, tha se kishte muaj që i kishte përgatitur vrasjen e Kennedy dhe në ditarin e tij kishte shkruar: Kennedy duhet vdes më 5 qershor. Demokratët do të vajtojnë më 5 qershor. Më 5 qershor unë do të jem heroj popullit tim, apo 5 qershor dita e madhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj se është alternativa A, Kennedy duhet vdes më 5 qershor. Sakt. Ja kush dhe arma e tij dhe shkrimi origjinal në ditarin e tij. Ja kush arma. Ja dhe shkrimi origjinal në ditare. Kush në nënvizuar dhe fjalia. Vazhdojmë. Dhe nga politika, do të kalojmë ke ky grup muzikor. Shipak. Beatles, sakt. Kjo është kënga Let It Be. Ishte 8 dhjetor i vitit 1980, ora 22:15, kur John Lennon, antari legjendar i grupit The Beatles, u qelluan në një atentat. Mark David Chapman, një fans me probleme psiqike, përgatiti atentatin dhe e priti në mbrëmjen e hyrjes të ndërtesës. Tani, John Lennon vjen me makinë, ishte bashkë me bashkëshortën e tij dhe Chapman si e vrau. A. E qëllon afër nga xhami i makinës me 3 plumba, i hap derën e makinës dhe i qëllon një herë në kokë, pasi zbret e thret në emër dhe i qëllon 5 herë me pistolet, apo i afrohet, i merr autograf dhe i qëllon me 2 plumba. I hap derën e makinës dhe i qëllon një herë në kokë? Jo. Chapman e thret me emër dhe i qëllon 5 herë me revolver. Lennon humb jetën në spital pak më vonë, ndërsa Chapman merr dënimin e burgimit të përjetshëm. Do të lëm pas muzikën dhe do të kalojmë tek video që lidhet me pyetjen e fundit për sot. Ditë më thuar se cili stilist është ky? Gianni Versace. Sakt. Gianni Versace, stilisti shumë i famshëm, që është dhe themeluesi i shtëpisë modës Versace, po vran nga Andrew Canona, një serial killer amerikan, i njohur për një seri vrasjesh të tjera. Vrasja tronditi botën e modës, duke nxitur debate mbi sigurinë e figurave publike. A më thua dot se ku ndodhi atentati ndaj Gianni Versaces? Në eventin e modës Milano Fashion Week, në shtëpinë e tij në Miami Beach, në The Chandelier bar i famshëm në Las Vegas, apo në eventin e bamirësisë All for One në Tokyo. Në shtëpinë e tij në Miami Beach. Nga e di? Sepse pak më parë ndroi jetë edhe Giorgio Armani, dhe kur ndron jetë personazhe të ngjashëm të një fushe të caktuar, gjithmonë në portale përmendet edhe historia e Cilet në vëmendje. Po. Canonane e priti Versacen përpara shtëpisë dhe e qelloi në kokë me pistolet. Pas vrasjes ai u zhduk dhe pas disa javëve u vetë vra në një garazh në Miami. Mbaruam. E disa para kem. 720 euro. Super. E po gëzuar. Dronë, që është për ju. Shumë faleminderit. Shpresoj që Shumë faleminderit. jeni kënaqur. Kur të shkosh në Francë, i thuash francezëve që vinë për të bërë turizëm në Shqipëri. Denari lunder, do flini se ka 11 dhoma. Janë në konceptin e bujtinas. Do hani në mënyrën më të shkëlqyer,
Se është një shef që ka emrin më të bukur në botë. Ardit. Ardit. Dhe në fund ka një mikpritje, ashtu si që zonja Lola me bashkëshortin tim të bëjë. Faleminderit, ishte Mrekulluar kënaqësi. sot. Ishte Faleminderit kënaqësi. shumë faleminderit. U kënaqem pafund. Bëhet qefi. Gëzuar për ju dhe që t'ju vej sa më mbar. Faleminderit, ju bëft mirë. Sa më mbar të me studime, Shumë faleminderit, sukses. edhe ne me programin.